Kjo tryez, organizimi së cilës merr shkas nga 90 vjetori lindjes së Adem Demaçit, është edhe një përpjekje më shumë për të sjellë kontribute të reja shkencore për ta njohur sa më mirë trashëgiminë e pasur që na ka lënë kjo figurë me ndikim të madh në lëvizjet më të rëndësishme politike, shoqërore, kulturore të gjysmës së dytë të shekullit 20 dhe në 10 vjetëshat e parë të shekullit 21 të shqiptarëve, në veçanti të shqiptarëve të mbetur jashtë kufive politik të Shqipërisë, atyre të mbetur nën sundimin serbo-jugosllav. Bërësit, krerët të partive tona politike, të përzgjedhurit tanë në kuvendin e Kosovës, sikur ta njenin, ta respektonin dhe vlerësonin jetën dhe veprën e Adem Demaçit, ashtu siç e meriton, nuk do të kishin pasur nevojë të drejtohen kaq shpesh gjykatës kushtetuese sapo i drejtohen kohëve të fundit. Dhe qytetarët e Republikës së Kosovës shpesh kutive të shtrenjtë të ndryshime të mëdha po na sjellin në një rreth vicioz. Kjo tryez, organizimi së cilës merr shkas nga 90 vjetori lindjes së Adem Demaçit, është edhe një përpjekje më shumë për të sjellë kontribute të reja shkencore për ta njohur sa më mirë trashëgiminë e pasur që na ka lënë kjo figurë me ndikim të madh në lëvizjet më të rëndësishme politike, shoqërore, kulturore të gjysmës së dytë të shekullit 20 dhe në 10 vjetëshat e parë të shekullit 21 të shqiptarëve, në veçanti të shqiptarëve të mbetur jashtë kufive politik të Shqipërisë, atyre të mbetur nën sundimin serbo-jugosllav. Figura Adem Demaçit zë një vend të veçantë në historinë politike, shoqërore dhe kulturore, jo vetëm në Kosovë, por në tërë hapësirat shqiptare. Ai ishte një intelektual i përkushtuar, një shkrimtar me vizion dhe mbi të gjitha një veprimtar i palodhur për lirinë dhe të drejtat e shqiptarëve. Qëndresa e tij e gjatë në burgjet e ish Jugosllavisë e bëri atë simbol të rezistencës dhe të sakrificës për idealin e lirisë. Prandaj, organizimi i kësaj tredhe shkencore ka një rëndësi të veçantë. Ajo synon që përmes qasjeve studimore dhe diskutimeve akademike të analizojë dhe të ndriçojë në mënyrë më të plotë dimensionet e ndryshme të veprimtarisë së Adem Demaçit si veprimtar politik, si intelektual dhe si simbol i qëndresës për liri. Në fund, falenderoj Institutin Albanologjik për bashkëpunim në realizimin e kësaj tredhe shkencore, si dhe të gjithë studiuesit dhe pjesëmarrësit për praninë dhe kontributin e tyre. Megjithatë, në një perceptim të përgjithshëm, kam bindjen se vepra e tij dhe sidomos veprimtaria e tij shumë planshë nuk është prezantuar në nivelin e duhur të vlerave dhe jo sidomos sa i përket ndikimit që e pati në rrjedhojat e përgjithshme të zhvillimit historik. Kjo përbindjen time ka ndodhur për shkak një mendësie mbizotruese në jetën tonë shoqërore që njëjtëson personalitetin e shquar historik me autoritetin e veshur, me pushtetin e ushtruar për një kohë të caktuar. Adem Demaçi nuk mori përgjegjësi si për orët pushtetit, hiç faktin se për një kohë të shkurtër ishte drejtori i bordit të RTK-s, nga i cili post ndonse një përgjegjësi minore shumë shpejt u tërhoq. Ndryshe nga disidentet e tjerë të sferës së bllokut socialist, të cilët qoftë edhe duke trilluar një farë disidence latente, shijuan në ëmbëlsinë pushtetore, Adem Demaçi vendosi që të mbetej një përfaqësues sui generis i zërit popullit, deshi të mbetet zëri politik i korrektues i shoqërisë dhe i kombit në disa raste, i cili për veprimet dhe për pikpamjet e tij krejtësisht unike nuk i dha llogari asnjë lideri dhe asnjë tarafi politik. Duke mbështetur në burimet të kohës, deklarate publike dhe analizë të kontekstit historik, argumentohet se roli i Demaçit ishte një rëndësie të veçantë, duke u shndruar në një faktor strukturor në konsolidimin e UÇK-s në aspektin ushtarak dhe mobilizimin ndërkombëtar për luftën e drejtë të saj. Në fund të vitit 1990, Kosova ishte në një situatë të thellë krize politike dhe institucionale. Sistemi i okupimit të apartheidit serb ndaj popullit shqiptar, fragmentarizimi i skenës politike shqiptare dhe mungesa e një strategjie të përbashkët përballë politika represive të regjimit të Beogradit krijuan një vakum që kërkonte forma të reja të organizimit të rezistencës. Në këtë kontekst, UÇK-ja filloi të shfaqej si një aktor i ri, i cili gradualisht kaloi nga një strukturë e fshehtë në një forcë luftarake me prezencë të hapur ushtarake dhe politike. Megjithatë, ky transformim kërkon një bazë më të gjerë legitimiteti dhe mbështetje shoqërore, e cila nuk mund të ndërtohet vetëm përmes veprimeve ushtarake. Në këtë kuadër, figura e Demaçit, e cila përfaqësonte një kapital të akumuluar moral dhe politik gjatë dekadave të rezistencës,
ishte një roli të veçantë për rezistencën armatose dhe masivizimin e saj. Veprimtaria e tij e hershme në organizatat e fshehta, që synonin qlirimin dhe bashkimin kombëtar, kishte kontribuar në ndërtimin e një diskursi të qëndrueshëm politik që sfidonte drejt për drejt legjitimitetin e pushtetit okupues serb, duke vendosur çështjen e Kosovës në një kontekst më të gjerë historik dhe kombëtar. Ideja e qlirimit dhe bashkimit kombëtar e konceptuar prej tij si proces historik i pashmangshëm u bë boshti ideologjik i veprimtarisë politike dhe revolucionare. Ky diskurs i filozofisë politike të tij ishte i rrënjosur në idenë e vetvendosjes dhe në të drejtën e popujve për liri dhe barazi. Sakrifica personale e Demaçit, e materializuar në burgosjen e tij për 28 vite, e shndroi atë në një simbol të rezistencës politike me jehon ndërkombëtare. Në këtë aspekt, ai shpesh është krahasuar me Nelson Mandela, jo vetëm për nga kozgjatja e burgimit, por edhe për nga ndikimi moral që kjo përvoj pati në perceptimin e tij publik. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe rezistencën kundër represionit politik, Adem Demaçi u nderua në vitin 1991 me çmimin Saharov për lirinë e mendimit, një nga vlerësimet më të larta ndërkombëtare që jep Parlamenti Evropian. Ky çmim ju akordua në njohje të qëndresës së tij të palëkundër përballë represionit të regjimit jugosllav dhe sakrificës së tij të gjatë personale, veçanërisht përmes burgosjes shumëvjeçare. Dhënia e këtij vlerësimi kontriboi në rritjen e profilit ndërkombëtar të çështjes së Kosovës dhe e konsolidoi figurën e Demaçit si simbol të lirisë, të drejtës dhe rezistencës politike në nivel global. Ky autoritet moral i dha atij një kredibilitet të veçantë në një shoqëri të përballur me represion dhe pasiguri politike. Emërimi i Demaçit si përfaqësues politik i UÇK-s në gusht të vitit 1998, pas shpërthimit të kryengritjes së përgjithshme me luftën e Jasharëve dhe rënien e tyre në altarin e lirisë, përbënte një moment kyç në procesin e konsolidimit të kësaj lëvizjeje ushtarake. Ky hap nuk ishte vetëm një vendim organizativ, por një akt me implikime të thella politike. Ai sinjalizonte përpjekjen për ta shndruar UÇK-n në një subjekt me përfaqësim më të gjerë dhe me kapacitet për të artikuluar kërkesat politike të shqiptarëve të Kosovës në mënyrë të strukturuar. Shtylla e parë e kontributit të tij lidhet me legjitimimin e politik të luftës. Përmes konferencave të rregullta për shtyp dhe intervistave të shumta për media vendore dhe ndërkombëtare, Demaçi ndërtoi një narrativ që paraqiste luftën e UÇK-s si vazhdimsi të përpjekjeve historike për vetvendosje. Ai e zhvendosi diskursin nga një konflikt i armatosur, lufte, i izoluar në një projekt shërimtar me bazë historike dhe politike. Ky proces i legjitimimit nuk ishte vetëm retorik. Ai përfshinte një artikulim të qartë të qëllimeve politike dhe një përpjekje për të ndërkombëtarizuar çështjen e Kosovës. Në këtë drejtim Demaçi kontriboi në ndërtimin e një diskursi që e bënte luftën e UÇK-s së kuptueshme dhe të pranueshme për një audiencë më të gjerë ndërkombëtare, duke e lidhur atë me parimet e të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtën për vetvendosje. Dimensioni i dytë lidhet me mobilizimin shoqëror. Aktiviteti i Demaçit në krye të zyres politike të UÇK-s në Prishtinë ishte intensiv dhe i vazhdueshëm. Ai mbajti konferenca të rregullta për shtyp dhe intervista për media ndërkombëtare dhe kontriboi në përfilimin e një të madh komunikatash dhe deklaratash publike. Përmes këtij angazhimi ai ndihmoi në ndërtimin e një narrative unifikuese që synonte te kalimin e ndarjeve politike dhe ideologjike brenda shoqërisë shqiptare. Një aspekt i rëndësishëm i këtij mobilizimi ishte demontimi i akuzave ndaj UÇK-s. Demaçi kundërshtoi në mënyrë të strukturuar etiketimet që paraqitesin kësaj organizate në një formë jo të duhur. Ai theksoi se veprimet e UÇK-s ishin të orientuara kundër strukturave shtetërore dhe ushtarake serbe dhe jo kundër popullsisë civile serbe, duke bërë një dallim të qartë ndërmjet regjimit drakonik e diktatorial dhe popullit serb. Po ashtu, ai nënvizoi natyrën vullnetare të angazhimit të luftëtarëve dhe bazën e gjerë shoqërore të financimit të UÇK-s. Financimi sipas këtij diskursi vinte kryesisht nga popullsia vendore dhe diaspora shqiptare, duke i dhënë kësaj lëvizje një karakter demokratik dhe legjitimitet shoqëror. Ky argumentim kontriboi në përmirësimin e perceptimit të UÇK-s në një lëvizje e mbështetur nga populli në sytë ndërkombëtar. Dimensioni i tretë lidhet me përfaqësimin politik.
në një skenë të fragmentizuar politike, ku ekzistonin tensione ndërmjet subjekteve të ndryshme shqiptare, figura e Demaçit shërbeu si faktor unifikues. Kredibiliteti i tij moral dhe pozicioni i tij relativisht i pavarur e bën atë një figurë të pranueshme për aktorë të ndryshëm politik. Përpjekjet e tij për krijimin e një asambleje gjithëpërfshirëse të subjekteve politike dhe shoqërore përfaqësonte një përpjekje për të ndërtuar një bazë më të gjerë të legitimitetit politik. Kjo nisë synonte të tejkalonte vakumin institucional dhe të krijonte një platformë të përbashkët për përfaqësimin e interesave kombëtare. Në planin ndërkombëtar, Demaçi luajti një rol aktiv në analizimin dhe refuzimin e propozimeve diplomatike për Kosovën, që anashkellonin të drejtën e saj për vetëvendosje dhe pavarësi. Ai ofroi kundërargumente ndaj nismave të ndërmjetësuesve ndërkombëtare, që në fillim përfaqësonin edhe ato jo të duara, sikurse ishte rasti ishte propozimit të propozimit pra të Christopher Hill, duke reflektuar një qasje kritike ndaj kompromiseve që nuk garantonin realizimin e plot të vetëvendosjes së popullit shqiptar në Kosovë dhe krijimin e entitetit shtetëror të Kosovës. Kjo qasje dëshmon kompleksitetin e rolit të Demaçit dhe tensionet që shoqëruan procesin e dekontalizimit të çështjes së Kosovës. Qëndrimet e tij të pavarur dhe të palekundera shpesh e vendosen atë në raport të ndërlikuar me aktorët të brendshëm dhe ndërkombëtar dhe disa segmente pra të politikës politike shqiptare. Megjithatë, këto tensione nuk e zbehen ndikimin e tij në procesin e masivizimit të luftës. Përkundrazi, prania e tij në skenën politike kontriboi në perceptimin e UÇK-s si një simbol me legitimitet moral dhe përfaqësim më të gjerë shoqëror. Përtej dimenzionit politik dhe diplomatik, Demaçi mbeti lidhur ngushtë me realitetin e luftës në terren. Vizitat e tij në zonat operative dhe kontaktet e drejtpërdrejta me strukturat ushtarake të UÇK-s kontribuan në forcimin e moralit të luftetarëve dhe në konsolidimin e qëndrimeve strategjike. Në një perspektivë më të gjerë analitike, roli i Demaçit mund të kuptohet si transformimi i autoritetit moral individual në një faktor strukturor në konsolidimin e një lëvizje të armatosur. Kapitali i tij simbolik, i ndërtuar mbi dekada rezistence dhe sakrifice, u shndrua në një instrument politik që ndikoi në zgjerimin e bazës së mbështetjes për UÇK-n, veçanërisht në rrafshin urban dhe ndër shtresat intelektuale e të burgosurve politik për çështjen kombëtare shqiptare. Në përfundim, kontributi i Adem Demaçit në masivizimin e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte i jashtëzakonshëm dhe shumë dimensional, me ndërthurjen e simbolikës historike, artikulimit politik dhe mobilizimit kolektiv. Duhet theksuar po ashtu që në vitin 2010 i është ndarë edhe çmimi Hero i Kosovës. Roli i tij ilustron mënyrën se si një figurë me autoritet të lartë moral mund të ndikojë në transformimin e një lëvizje të fshehtë në një subjekt me legitimitet të gjerë politik dhe shoqëror, duke lënë trashëgiminë më të çmueshme në historinë e Kosovës, Ushtrisë Shërimtare të Kosovës.